Engji dhe Neada u pushuan nga puna në Wake Up, pas sherit fizik mes tyre. Ja kush do t'i zëvendësoj. Mbrëmjen e djeshme ka qarkulluar lajme në portale se situata në Top Channel ka marrë një kthes të papritur. Pasi drejtuesit e televizionit kanë vendosur të largojnë nga AKU 2 moderatoret kryesore, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Shkak është bërë një sher fizik mes tyre. Blendi Salaj e nisi me ridimensionin programin, me shumë prezantuese dhe të ftuara. Sot në program do të jetë Heidi Baci pa thënë nëse është vetëm sot apo edhe në vijim. Vendimi vjen vetëm pak orë pasi vetë Engji dhe Neada, gjatë transmetimit të dieshëm në mëngjes, përgënjeshtruan publikisht lajmet mbi një konflikt fizik mes tyre, duke I cilësuar si thashetheme që qarkullonin pas një bazë. Megjithatë, konfirmohet se tensionet mes dy moderatoreve nuk janë as të reja e as të vogla. Përkundrazi, situata mes tyre prej kohësh ishte acaruar dhe sipas të njëjtave burime, përplasjet kanë degeneruar deri në konflikt fizik pas kamerave. Blendi Salaj, I cili vijon të jetë në krye të programit, njoftoi se formati po hyn në një fazë të re me bashkëpunëtor të rinj. Ai prezantoi edhe të ftuarën e ditës, ish banoren e Big Brother VIP, Heidi Baci, praninë së cilës shumë e pan si një sinjal se ajo mund të jetë një nga emrat që po merret në konsiderat për drejtimin e programit në vazhdim. Programi vjen I ridimensionuar dhe me një energji ndryshe, u shpreh Salaj, duke shmangur çdo koment të drejtpërdrejt mbi largimin e kolegeve të tij. Për momentin, Top Channel nuk ka njoftuar ende se kush do ta zëvendësojë përfundimisht dyshën e larguar. Por burime brenda televizionit bëjnë të ditur se faza e përzgjedhjeve ka nisur dhe priten lëvizje të tjera në ditët në vijim. Pak ditë më parë Big VIP Albania ju informoi rreth kësaj përpërkasje të fortë mes dy moderatoreve, të cilat jo më larg se dje përgënjeshtruan. Ja çfarë tham në pak ditë më parë që sot me sa duket u vërtetua. Përplasje e fortë mes vajzave të ekranit. Çfarë ndodhi në prapasken me Engji Nasufin dhe Neada Muçajn? Ajo që shikuesit kanë parë çdo mëngjes në Top Channel, buzëqeshje, batuta të lehta dhe një atmosferë pozitive me stresheve Blendi Salaj, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Duket se ka qenë vetëm maja e icebergut. Pas kamerave, dinamika e tyre nuk ka qenë as pak e qetë. Në ekran dukej sikur Engji dhe Neada e plotësonin njëra tjetrën, me stilin, energjinë dhe profesionalizmin që I karakterizon prej kohësh. Por burime të shumta në rrjet, të cilat prej ditësh aludojnë për tensione të rëndësishme mes vajzave, tregojnë një panoramë krejt tjetër. Harmonia e tyre pas ka qenë vetëm fasad, ndërsa marrëdhëniet në prapasken ishin duke u qarë prej kohësh. Sipas zërave që po qarkullojnë gjithnjë më këmbëngulës, mes dy moderatoreve ka pasur jo vetëm debata ashpër verbal, por edhe një situatë që ka degraduar deri në përplasje fizike në korridoret e televizionit. Burime pranë stafit flasin për një moment të papritur, ku debatet e nxehta kanë kaluar kufijtë e profesionalizmit dhe vajzat kanë humbur kontrolli. Thuhet se situata ka qenë aq e tensionuar, sa disa kolegë janë detyruar të ndërhyjnë për t'i qetësuar. Ndërkohë, në transmetimin e fundit të programit, shikuesit më të vëmendshëm kanë vënë re një ftohtësi të dukshme mes Engjit dhe Neadës. Shpesh, vështrimet e tyre nuk përputheshin, ndërsa ndërhyrjet në bisedë ishin të kufizuara. Në disa momente, Blendi Salaj dukej se po mbante programin në ekuilibër, duke u përpjekur të amortizonte atmosferën e tensionuar që ndihej edhe përmes ekranit. Kjo situatë është komentuar gjerësisht edhe në rrjete sociale, ku ndjekësit kanë shprehur habi, zhgënjim dhe kuriozitet. Për shumë njerëz, Engji dhe Neada kanë qenë gjithmonë modele të qetësisë, profesionalizmit dhe përmbajtjes, dy figura që I kanë dhënë elegancë ekranit të mëngjesit. Ndaj aludimet për përplasje fizike kanë rënë si rufe në qiell të hapur. Megjithatë, deri tani gjithçka mbetet në nivel zërash e thashethemesh. As Engji, as Neada nuk kanë dalë me një deklaratë zyrtare, qoftë për të mohuar zërat, qoftë për t'i sqaruar. Heshtja e tyre ka ngritur edhe më shumë pikë pyetje. Apo përgatiten të thonë diçka? A ka një çështje të brendshme që po menaxhohet nga stafi? Apo thjesht po zgjedhin të mos e ushqejnë zjarrin e mediave, derisa të flasin vetë vajzat dhe të japin versionin e tyre të vërtetë? Heshtja mbetet forma më intrigante e pohimit. Publiku pret shpjegime, ndërsa prapaskena e Top Channel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.